Stacioni policor në Prizren më datën 24 shkurt 2024 ka pranuar ankesë nga ankuesi me inicialet FA, viti lindjes 1988, mashkull kosovar shqiptar, se më datën 23 shkurt 2024 nga persona të panjohur i është vjedhur automjetit e cilën e kishte në shfrytëzim dhe e kishte të parkuar në rrugën Ali Dida në qytetin e Prizrenit, njofton zëdhënësi policisë Vesel Gashi. Njësiti e hetimeve në konsultim me prokurorin e shtetit kanë iniciuar rastin vjedhje e rënd dhe kanë filluar hetimet. Më datën 26 shkurt 2024, automjeti në fjalë është gjetur i parkuar në rrugën Sulejman Rotlla në qytetin e Prizrenit dhe nga hetimet është vërtetuar se ankuesi i lartcekur ka ngatruar harruar vend parkimin automjetit në fjalë. Automjeti pas përfundimit të procedurave i është kthyer pronarit legjitim. Me këtë rast, Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren fton të gjithë qytetarët që të jenë të vëmendshëm gjatë parkimeve të automjeteve të tyre për mënyrën dhe lokacionin e parkimit, pasi që rastet e tilla vazhdojnë të raportohen në Policinë e Kosovës.